Numri ullët i pushuesve që në nisje të këtij sezoni veror po frekuentojnë plazhet e Vlorës, Vjetre dhe në qendrat shëndetësore. Tashmë janë hapur qendrat shëndetësore verore, të cilat në regjistrat e tyre ditor të vizitave po shënojnë numër të ullët të vizitorëve. Qëllimi i tyre është për të garantuar pushime të sigurta dhe të qeta për të gjithë qytetarët dhe turistët. Por çfarë ofrohet në këto qendra? Jepet ndihmë shpejt mjekësore dhe kujdes shëndetësor, staf i trajnuar dhe dedikuar me mjek dhe infermier, furnizimi plot me barna dhe materiale mjekësore, koordinimi menjëhershëm me urgjencën kombëtare, ndërsa qendrat janë të pozicionuara pranë zonave të plazhit për t'u aksesuar sa më lehtë nga kushdo dhe do të qëndrojnë të hapura çdo ditë javës deri më 30 shtator. Atëherë qendrat verore janë hapur prej 1 qershorit të 2026, si çdo vit, dhe do të jenë hapur 24 orë 7 ditë të javës deri në 30 shtator. Jemi në dispozicion të gjithë qytetarëve apo pushuesve që kanë nevojë për çdo lloj emergjence. Situata momentalisht është stabil, fluksi fillon pak më vonë, por gjithsesi jemi në dispozicion për çdo lloj problematike që do të ketë. Mjekja Merita Lutaj thekson se në këto ditë të para të hapjes së qendrave shëndetësore verore, fluksi ka qenë shumë i lartë. Ka patur pak qytetarë që kanë ardhur për gjëra të lehta të menaxhueshme. Por për çfarë shërbimesh janë paraqitur më tepër qytetarët në këto qendra? Po kryesisht në një matje tensioni, ndonjë mjekim plage, ndonjë alergji të lehtë, këto kanë qenë kryesisht. Virozat vinë më shumë gradualisht gjatë muajit korrik dhe gusht. Ndërkaq ka patur pushues, por edhe banor të zonës, mes tyre edhe turistë të huaj. Mjekja Lutaj thekson se fluksi ka qenë i ulët. Janë pushues, por edhe banor të zonës këtu afër, që mund të vinë të janë. Të huaj ka pasur pak, kryesisht nga Maqedonia, edhe ndonjë të huaj tjetër shtetas italian dhe anglez, por jo fluks i shtuar. Me të gjitha medikamentet jemi të pajisur, nuk mungon gjë aktualisht.